A keni ndonjëherë, Ida, edhe dashni edhe frikë me nëjë situatë caktune? Sikur me thonë, unë për shembull një ditë, prej ditëve, po ta dhoni shembull temin për me të kallëzu çka është pyetja. Ju më hyp me një teleferik, kom pas shumë dëshirë me hyp edhe me pa qytetin prej larg, po kur ju më hyp, jam friksu tepër shumë prej lartësisë. Do me thonë, edhe e kom dashur edhe ju më friksu. A ke pas në qësi momenti ndonjëherë? Unë e kom pas, qashtu e kom pas, po e kom pas anën tjetër. Çka? Jëm friksu, por tani kur kom shku, E ke dashur? Je kom dashur shumë. Çka u kon ajo, Ida? Jena hënë njerë për shna park, kom hyp të një, qështu roller coaster? Roller coaster, okej, qashtu e njënë. Kom hyp të një roller coaster, kur jëm tut njerë shumë, kur kom hyp, tani jëm gëzu shumë, E ke dashur. e kom dashur shumë. Bravo, ta marrë për ty Murat? Ajtë. Qysh e kështë përshkru marrëdhënien tone me veten tone? A e ki veten shok, a i krenar me veten, a i thunë herë Murat vetes ka dalë, se qëta së është mirë me thonë, ose me bo, ose mi thonë bravo Murat, jam shumë krenar për ty. Kështu tamam ju, ama në mendje kur po flasim, mendja jeme është ka njëherë kështu my enemy, ka njëherë shoku jam. A pse? Se kështu, one kur du me koncentru në diçka, si për shembull me mësu, ose kështu, mendja jeme veç kur t'ja njësë me bu pop-up memories shumë funny që më kam met, e kështu, one s'kom pone po provoj mu koncentru, tani po më folin mësuset, po më folin mami ose babi kur po mësojna, edhe tani veç kur pi pësapet me ma thonë. Edhe një herë. Po, se one nuk po muj me kontrolu, edhe pse zakonisht kjo është nër kontrolën tonë, kur koka apo truri është shumë i bezditur, veç automatikisht janis me hapë. Morësh me kontrolu, apo shumë sërë. Shumë vështirë, dhe unë po bashkëndjej me ty se shumë shpesh më ndodhë që kjo situatë.